mbrëm, siç theksova, janë përdor mjete të ndaluara me ligj kundër protestuesve. Parazgjitha është përdor spraj i ariut apo vërbus i ariut, i cili në disa rrethana ka pasoja vdekjeprurse, i cili i përdor tek njerëzit mund të shkaktojë ndalim të zemrës për shkak të dhimbjeve të fuqishme që krijon. Kurse tek të smurt me bronshit azmatik dhe astëm mund të shkaktojë të njëjtin pasojë me bllokim të respiracionit. Mund të shkaktojë dëme të parikthyer në sy. Dhe mbrëm ajo është përdor masivisht. Përveç kësaj, nga tarasat janë hedhur drejt protestuesve shishe molotov dhe janë të dokumentuara. Policë kriminal kanë hedhur kapsollat te kambët e protestuesve dhe janë plagosur protestuesit nga kapsollat e tyre. Janë hedhur bomba shurdhuese, bomba zhurme të fuqishme, të cilat edhe ato kanë plagos qytetarë. Janë vërsulur me egërsi dhe me qëllim ndaj deputetëve të cilët absolutisht veçse ishin garant të kryengritjes paqësore. Për të gjitha këto dosjet do shkojnë në prokurori, sigurisht që prokuroria nuk pritet të bëjë ndonjë veprim, por dosjet formuluara do shkojnë me besimin se drejtësia vonon, por nuk harron. Për sa i përket deputetëve, mendoj se ata duhet të qëndrojnë në fund, nuk mund të them se kush ka ikë, kush s'ka ikë, por deputetët duhet të qëndrojnë gjerë në fund dhe ju e patë që dje në mënyrë selektive në të plagosur, të dëmtuar, ishin një grup i gjerë deputetësh, ndaj të cilëve dhe drejtuesisht, ndaj të cilëve u hodhën direkt spraj i ariut, u goditën me shkop dhe me mjetet tjera.